Java 26 e kampionatit në ligën e parë të futbollit vendor, që u kompletua me 2 ndeshjet e zhvilluara pas ditën e djeshme, prodhoi 2 barazime dhe 4 fitore të skuadrave mysafire. Arsimi me fitoren minimale 0-1 në transfert kundër Makedonia Gjorgje Petrov arkëtoi 3 pikë që mund të jenë vendimtare për të siguruar mbjetesën në elitën e futbollit vendor. Me ndeshjen tjetër Struga Trimlum në cilësinë e mysafirit në Strug mundi Shkupin 3-0. Kompletimi i javës së 26 përfundimisht dëshmoi se Vardari dhe Shkëndia mbeten 2 skuadrat e vetme që do ta diskutojnë titullin kampion. Pas kompletimit të javës së 26, tabelën kryeson Vardari me 62 pikë, e ndjekur nga Shkëndia që ka 61 pikë dhe Struga Trimlum me 56 pikë, ndërsa 2 vendet që do ta diskutojnë balotazhin janë Arsimi apo Brera, me njërin nga këta 3 skuadra, Pelisteri Rabotnički dhe Makedonia Gjorgje Petrov. Java 27 vazhdon nesër me ndeshjet Vardaria Rabotnički dhe Sileksi Bashkimi. Të dielën për shkak të pashkëve nuk ka futboll.